Australia ndalon rrjetet sociale për personat nën 16 vjeç. Australia është vendi i parë në botë që ka miratuar një ndalim të rrjeteve sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeçare, duke bërë që miliona fëmijë dhe adoleshencë të humbasin aksesin në llogaritë e tyre Facebook, Instagram, Thread, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Twitch dhe TikTok pritet të ndërmarrin hapa që nga e mërkura për të hequr llogaritë e mbajtura nga përdoruesit nën 16 vjeç në Australi dhe për t'i parandaluar këta adoleshencë të regjistrojnë llogaritë reja. Platformat që nuk i përmbahen rregullave rrezikojnë gjoba deri në $49.5 milion kanadez, shkruan The Guardian. Ka pasur disa probleme në fillimin e zbatimit të ndalimit. Guardian Australia ka marrë disa raporte për persona nën 16 vjeç që kanë kaluar testet e sigurimit të moshës së fytyrës, por qeveria ka deklaruar se nuk pret që ndalimi të jetë perfekt që nga dita e parë. Megjithëse platformat e listuara përveç X kishin konfirmuar deri të martën se do zbatonin ndalimin. Komisioneri i Sigurisë Elektronike Julie Imam Grant tha se kohët e fundit kishte pasur një bisedë me X se si do zbatohej, por kompania nuk u kishte komunikuar politikën e saj përdoruesve. Restaurohet disku i rrallë me zërin Adjet Fishtës. Drejtori i Muzeut të Forcave të Armatosura Niko Kotheria, njëkohësisht historian i koleksionist, ka restauruar një disk i cili mban të regjistruar zërin Adjet Fishtës. Disku është ndër të paktat kopja autentike që kanë rritur deri në ditët tona. Niko Kotheria tregoi se disku ishte në gjendje të papërdorshme, i thyer në 3 pjesë. Historiani shpjegon se në gjendjen fillestare nuk ishte e mundur të dëgjojë dhe se kishte dashur një punë e madhe për puthitjen e 3 pjesëve në një të vetme për të mundur leximin e saktë të pllakës. Në këtë mënyrë fishta e madhe u ringjall përmes zërit të tij. Pyetur mbi detajet teknike rreth restaurimit, Kotheria tha se restaurimi u realizua në Korçë duke përdorur metoda efikase për ngjitje, njëkohësisht krijimin e terrenit më të favorshëm të riprodhimit në gramafon. Disku ka ende nevojë për ndërhyrje të fundit për eliminimin e zhurmave dhe më tutje do të vijë momenti i digitalizimit. Disku i regjistruar në Shkodër bethohet të përkat vitit 37-38 dhe është i vetmi material zanor deri më sot i Adjet Fishtës.